Jo, përshëndet zonja dhe zotrinj, jemi në minutat rezervuar të ftuarit të ditës, do të flasim për një çështje që na takon të gjithëve. Ne natyrisht do të fokusohemi tek raporti më i fundit që bëhet sa i takon Tiranës, shpallur si qyteti i dytë në Europë më i shtrenjtë, krahasuar me të ardhurat dhe shpenzimet. Qerat vijojnë të nënvizohen si një moment që bëjnë që qytetarët të nxjerrin shumë para nga xhepi për ta bërë të papërballueshme jetën në Tiranë, por natyrisht ky është një problem jo vetëm i qytetarëve të Tiranës, por të kudo ndodhur në Shqipëri. Sa i takon Shqipërisë, qerat konsumojnë sipas raportit rreth 93% të pagës mesatare mujore. Ju do thoni kjo nuk është surprizë për ne, sepse her pas here na është komunikuar për pos përvojës jetësore që kemi, se jemi qytetarët më të keq paguar të Europës dhe se vuajmë çmime më të larta sa i takon edhe krahasimit që mund të bëjmë me vende të tjera të Bashkimit Evropian. Do të përpiqemi të kuptojmë diçka më tepër duke diskutuar me Enrico Ceko, eksperti i ekonomisë, kemi në lidhje direkte. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Po pse Tirana është qyteti më i dytë në Europë sa i takon vështirësisë për të jetuar, qyteti më i shtrenjtë në Europë i dyti, profesor? Po, ka dy koncepte. Qyteti më i shtrenjtë në vlerë absolute dhe qyteti më i shtrenjtë në vlerë relative. Qytetet më të shtrenjta në vlerën absolute janë Londra, Tokyo, New Yorku. Por, kur themi në vlerë relative, Tirana automatikisht renditet mbas Lisbonës, se Lisbona është qyteti më i shtrenjtë në Evropë, pastaj vjen Tirana, duke marrë parasysh të ardhurat që kanë qytetarët dhe kostot e jetesës. Pra, nëse në Londër kosto mujore është 5.000 pound, të ardhurat mesatare mujore janë më të larta se 5.000 pound. Kështu që familja e përballon. Në Shqipëri, paga mesatare në Shqipëri është bruto është 90.000 lekë. Të marrim rastin e Tiranës, ku sipas dhënave statistikore, paga mesatare është 780 euro. Në një kohë që për të jetuar në Tiranë një personi i duhen 800 ca euro. Po flasim sipas statistikave të publikuara, edhe nga Instituti i Statistikave dhe nga Instituti Evropian i Statistikës. A janë në sinkron, profesor, shifrat? Po, shifrat janë të rregullta. Pra, ne kemi paga të ulta dhe çmime edhe më të larta se çmimet në Evropë. Në lidhje me pagat, Shqipëria renditet ndër 3-4 vendet e fundit në Evropë për nivelin e pagave, ndërsa për nivelin e çmimeve unë do t'i referohem një punimi të bërë nga një ekspert ekonomie, eksperti Ilir Ciko, i cili i referohet studimeve të viteve të fundit, ku ka bërë një analizë të çmimeve në Shqipëri dhe çmimeve në Evropë, ku del që në përgjithësi për karburantet, për produktet dhe shërbimet për fëmijët, për ushqimet, për transportin, për energjinë, i kemi çmimet edhe dy fishi i Evropës. Se, nëse një evropian shkon që të blej shampo në supermarket dhe është 4 euro, në Shqipëri dhe e ka rrogën 2.000 euro, rrogën neto, në Shqipëri shampo nuk është 4 euro, po është 5 euro, është 6 euro, dhe paga është 780 euro. Pra jo vetëm që është me shtrejt shampo direkt drejt për drejt, se 4 është në Evropë, 5 ose 6 në Shqipëri, por në Evropë që ai që ka pagën 2.000 euro, 4 euro për 2.000 euro, është shumë më pak se sa 6 euro për 780 euro. Për të shprehjen përgjendje. Kështu që këtu duket se sa e shtrenjtë është jetesa në Shqipërinë përgjithësi, po le të marrim kryeqytetin. Në kryeqytet kemi edhe këtë çështjen e
qerave të banesave, ku qeraja mesatare mujore në Tiranë është, sipas statistikave të publikuara para një jave, është 731 euro. Qeraja mesatare mujore në Tiranë. Pra një person me rrogën 780 euro, supozim se jeton vetëm. Si mund ta paguaj qeranë 731 euro mesatarisht dhe t'i ngelen vetëm 50 euro për të kaluar muajin? Pra, këtu duken vështirësitë që kanë individët, familjet dhe shoqëria shqiptare në lidhje me kushtet minimale të jetesës. Këtu nuk bëhet fjalë për të jetuar në luks. Këtu bëhet fjalë për të plotësuar kushtet minimale të jetesës. Bëhet fjalë për mbijetesë. Dhe duke qenë se bëhet fjalë për mbijetesë, pastaj njerëzit detyrohen që të bëjnë edhe gjëra tjera, përfshirë edhe gjërat e jashtëligjshme. Qartë. Profesor, shumë më e dukshme është në Tiranë se ekonomia varet shumë nga ndërtimi. Si e gjykoni këtë pjesë? Çështja është se Tirana është fokusuar pak a shumë gjysma e popullsisë dhe ka një kërkesë lartë për strehim. Ne kemi gabuar me modelin ekonomik të zhvillimit të Shqipërisë. Kemi lënë pjesën më të madhe të territorit të Shqipërisë kemi lënë pa banor. Qytetet e vogla, fshatrat dhe pjesa më e madhe e popullsisë ka ardhur në segmentin Tiranë-Durrës. Dhe është një segmenti Tiranë-Durrës, është edhe segmenti që s'ka burime natyrore. Njerëzit duhet jetojnë aty ku ka burime natyrore për të lehtësuar industritë, për të lehtësuar kostot e përpunimit, kostot e transportit, produkteve, të lëndëve të para, mineraleve, produkteve që vijnë nga bujqësia. Sektori primar. Se po s'patë lëndë të para për të përpunuar, nuk ndërton dot industritë pastaj. Po ti s'ke njerëz. Se të kanë ardhur në Tiranë edhe që të gjithë merren me tregti, ose janë pa punë. Ne jemi shoqëri konsumi, nuk jemi shoqëri prodhimi. Duhet shikojmë mirë këtë mënyrën se si qasemi ndaj ekonomisë. Ç'a ndodhi gjatë këtyre 30 viteve të fundit, ndërtimi ka qenë një sektor i rëndësishëm për ekonominë shqiptare, jo se nuk është, por tani po ndërtohen apartamente që nuk shiten. Dhe nuk shiten jo se s'ka kërkesë, po nuk shiten sepse janë çmime të pa përballueshme. Një qytetari shqiptar i duhen 60 deri 80 vjet që të blej apartamentin me pagën që ka aktualisht. Në qoftë se të gjithë paga që do merrte do shkonte për të bler apartament, një qytetari shqiptar i duhen 15 deri 20 vjet. Që mos bëj asnjë gjë tjetër vetëm atë rrogën. Për të bler një apartament. Flas një apartament normal, 78 metra. Kështu që ne kemi gabuar disa herë me ekonominë shqiptare. Gabuam në vitet 94-95, në vend që të bënim rehabilitim të ekonomisë, ndoqëm privatizimin. Privatizum 400-450 ndërmarrjet më të mira industrisë që kishte Shqipëria në atë kohë, të cilat mund të riktheheshin prapë në treg, mund të reaktivizoheshin kushtet e ekonomisë tregut, duke u rehabilituar. Në një kohë që ne sot nuk i kemi ato ndërmarrje, sepse u privatizuan dhe në kundërshtim me ligjin, se ligji thoshte që të paktën 3 vjet këto ndërmarrje duhet të ruanin në aktivitetin, edhe në kundërshtim me ligjin përsëri ato ndërmarrje ndryshon aktivitetin, u shpërfytyruan, e humbën drejtimin dhe tani shërbejnë si sheshe për të ndërtuar. Më vonë pastaj gabuam me industrinë fason. Tham që industria fason do shpëtoj Shqipërinë. Ç'a bëm? I morëm fshatit 65.000 punonjës, ata që ende që punojnë me fason, i paguam këta persona me paga qesharake 20.000 lekë dhe 30.000 lekë, edhe i hoqëm nga lopët e nga dhitë edhe nga punimi i tokës, edhe i hoqëm edhe nga kujdesi që nënat edhe vajzat tona mund të bënin për fëmijët në shtëpi, në zonat rurale. Dhe gradualisht pastaj, duke ikur krau punës nga fshati,
burrat janë në emigracion, gratë punojnë në fason, toka mbetet pa mbjell. Dhe bujqësia është në atë gjendje që është tani, ku importi i ushqimeve për muajin prill, maj ka arritur maksimumin historik në historinë e Shqipërisë. Ne kemi importu 75-80% të ushqimeve gjithë këtyre viteve të fundit, edhe themi pasaj që të bëjmë turizmin. Ku është industria fason sot, për të cilën investuam, ka gati 20 vjet që investojmë në industrinë fason, në aspektin e legjislacionit, në përmirësimet ligjore që janë për legjislacionit për industrinë fason, në mbështetjen që i kemi dhënë industrinë fason, industria fason nuk paguon asnjë taks. A e dini pse s'paguon industria fason asnjë taks? Deri në vitin 2015, industria fason pagunte 1% tatim mbi xhiro. Dhe normal pagunte pagat e sigurimit shoqëror, sigurinë shëndetësore të punonjësve. Tani, që nga viti 2015 u vendos që fasonët të pagonin edhe 15% tatim mbi fitimin. Ç'a ndodhi? Në vitin 2015 kishin 250 kompani fason. Brenda 6 muajve, në vitin 2015, me qenë se u fut ligji për tatimin mbi fitimin 15% për fasonët, nga një kompani e madhe me 4.000 me 5.000 punëtor, u bën një kompani u coptua dhe u bën në 4-5 kompani të vogla, në mënyrë që të mos arrijë xhiron 140.000 euro. Pra, në Shqipëri tani kemi 750 kompani fason, nga të cilat 450 janë për tekstile dhe pjesa tjetër është për lëkurë këpucë, të cilat janë tani kompani të vogla, por që nuk paguajnë tatimin mbi fitimin. Kompanitë fason nuk paguajnë as TVSH, sepse malli që futet, lënda parë që futet nga partnerët me të cilët kanë kontrata industrisë fason, nuk ka TVSH, edhe përderisa nuk ka TVSH në hyrje, nuk ka dhe as TVSH në dalje, ose edhe në rastet kur ka TVSH-ja rimbursohet. Pra, çfarë duan këta? Çfarë duan këta që uçirën e bërtasin, që duan nga qeveria 10 milionë euro në muaj për mbështetje për industrinë fason? Nuk e kuptoj ta. Industria fason e ka mbyll ciklin në Shqipëri. Dhe këtë i duhet shpjegu mirë këtyre zotërinjve që merren me industrinë fason në Shqipëri. Po, industria fason, një minutë, s'kam mbaruar. Këta pretendojnë që punojnë me cikël mbyllur. Këta zotërinj të industrisë fason pretendojnë që punojnë me cikël mbyllur. Me cikël mbyllur do të thotë që copën ta prodhosh vetë në vend, penjën ti prodhosh vetë në vend, kopsat ti prodhosh vetë në vend, dhe të prodhosh për tregun vendas, edhe për tregun ndërkombëtar. Në një kohë që kompanitë fason në Shqipëri nuk punojnë me cikël mbyllur, mashtrojnë. Ato punojnë me ciklin CMT. Çfarë cikli CMT? Cut, make, trim. Pra, copa i vjen nga jashtë, dizenjo i vjen nga jashtë, i vjen dhe modeli, këta vetëm këtu presin modelin, siç duhet qepet ajo gjëja, e qepin atë gjë, dhe pastaj e paketojnë, e ambalazhojnë, e hypin maune, edhe çajnë në madan. Dhe kur maunet vinë shtunë e diel që mbushen, këta zotërin nuk i paguajnë punëtorët për kohën jashtë orarit, po i paguajnë njësoj si ditë e javës, kanë martë e mërkurë, se ka dhe kështu problemesh industria fason. Plus industria fason punson njerëz të cilët nuk kanë aftësi, njohuri dhe kompetenca të larta, sepse janë që gjithë me 8 vjeçare e me shkollë mesme, dhe tani ankohen, duan lek, sepse gjasme ka rënë euro. Si ka rënë euro? Ata me euro punojnë. Po, euro është vlerësuar, ndërkohë, ky është fakt. Ka arritur nivelin historik më të ulët. Euro ka rënë, po ka rënë për pjesën tjetër të ekonomisë, jo për industrinë fason. Është gjë e keqe që ka rënë euro, sepse pengon eksportet. Po jo industrinë fason. Industria fason ka marrë fund në Shqipëri, sepse tregu ndërkombëtar është orientuar te Maroku, te Algjeria, te Egjipti, te Vietnami, te Indonezia, të cilët punojnë me kosto më të ulët se kompanitë shqiptare. Këta zotërin, një minutë, këta zotërin që merren me kompanitë fason, do bëjnë mirë që ta lënë fasonin edhe të prodhojnë për tregun vendas, sepse ne 100% të veshjeve importojmë. Ne 100% veshjeve importojmë, edhe kemi 700 kompani që punojnë me fason, tekstile dhe këpucë. Kurse ne Shqipërinë 100% të tekstile, veshje dhe këpucëve importojmë. Pse nuk prodhojnë këta zotërin për tregun vendas e për tregun ndërkombëtar? Edhe pse nuk kanë këta zotërin zyra marketingu?
Qartë. Se s'du qesin, apo ja? Është sektori i E kanë ndërtimit. kollaj, se i vjen kontrata. Profesor, nga ekonomia në Tiranë dhe në Shqipëri kryesisht varet nga ndërtimi, jo më nga Periferia e Tiranës është fason, zë. Kështu që Periferia e Tiranës është turizëm. Dhe pastaj është edhe ndërtim. Po bujësia, Tirana ka disa nga tokat më të mira bujësore. Pastaj shkojmë edhe tek bujqësia dhe tek gjithë faktorët e tjerë që nuk funksionojnë, po merremi një herë me këtë që është mbi zotërues në ekonomi. Ashtu siç gabua me fasonët, ashtu do ndodhi edhe me turizmin. Tani po themi turizmi është sektori kryesor i ekonomisë shqiptare. As nuk është e vërtet fare. Nuk do të flasim për ndërtimin. Është gabim ta konsiderosh turizmi sektor kryesor. Asnjë vend botë nuk është zhvilluar nga turizmi. Po është ndërtimi pra. Jo, ky është gabimi pra. Ky është gabimi. Bujësia sjell 15% produktit përgjithshëm kombëtar. Turizmi sjell 20% produktit përgjithshëm kombëtar. Ndërtimi sjell 18% produktit përgjithshëm kombëtar. Dhe gabimi kryesor është që ne i trajtojmë këto si motorët e ekonomisë. Nuk mund të jenë këta motorët e ekonomisë. Motori i ekonomisë, një motor ekonomie, nuk i trajtojmë ne, ato janë, mund të jetë bujësia, agrobiznesit dhe turizmi. Ky mund të jetë një motor, një pjesë e motorit e ekonomisë shqiptare, që nuk funksionon. Po ndërtimi, ne 50% materiale të ndërtimit i importojmë, edhe pjesën tjetër po edhe eksportojmë materiale të ndërtimit. Në kohë që këtu themi që ndërtimi po bën namin. Përse po ndërtohet në Shqipëri? Një të lutem, përse po ndërtohet në Shqipëri? Po bëhet në fakt, është fakt, nuk e... Po pra, përse po ndërtohet në Shqipëri? Më thoni mua, gjithë këto kulla, përse po ndërtohen? Kush po i blen? Kush po i ndërton një herë, pastaj kush po i blen? Po i dini ju shumë mirë kush po i ndërton, se po dalin ata te spaku tani kush po i ndërton. Edhe nga vin parat. Po mirë, pse çmimet kaq të larta, profesor, në gjykimin tuaj? Po sepse ata që merren me ndërtim nuk kanë nevojë për lek, më thënë. Nuk kanë nevojë për lek ata. Prandaj nuk i ulin çmimet. Pra paraja informale, paraja e pis. Po nuk ka rëndësi, edhe paraja mirë. Tu supozojmë se është një firmë ndërtimi, s'po përmend emra se ka firma ndërtimi të mira sa dush. Që kanë punuar me vite, kanë akumuluar, ata s'kanë asnjë interes që të ulin çmimin. Edhe ata nuk i shesin apartamentet. Pse ti shesin thon? Pse të ulin çmimin? Aty të rrin. Lek kam, thot, që t'jetoj. Edhe punëtorët po i mbajnë me rrogë, thot. Apartamentet janë aty, thot. Kur të vazhdoj prap tregun, le të rriten çmimet, do t'i shes me çmim të rritër. Kjo është logjika. Dhe gabimi kryesor me industrinë e ndërtimit është që në vend që të merremi me punime civile, që është sektor ndërtimi, ne merremi me ndërtim apartamentesh. Pse duhet të merremi me punime civile? Shqipëria ka dy karakteristika që e dallojnë nga Evropa. E parë e punës, lartësia mbi nivelin e detit e Shqipërisë është 750-760 metra mbi nivelin e detit, lartësia mesatare mbi nivelin e detit. Evropa e ka 350. E dytë e punës, pjerësia territorit të Shqipërisë është dy fishi pjerësisë territorit të Evropës. Nëse Evropa e ka pjerësinë 7-10%, Shqipëria e ka pjerësinë 14-20%. Dhe nëse ne nuk investojmë në punime civile, kanale, ura, diga, ujë mbledhës, ujë lëshus, çdo gjë nga rezervuare, atëherë ndodhin përmbytjet. Atëherë pse nuk investojmë ne? Pse nuk investojmë ne në punime civile që të mos ketë përmbytje Shqipëria? Që pastaj se po mos ketë përmbytje punohet toka bujësore. Këtu që ka puna. Ta shkatrojmë bujësinë shqiptare, ta përmbytjem Shqipërinë 2 herë në vit. Edhe të bëjmë kulla. Jo, duhet i drejtohemi punimeve civile. Shqipëria, në gjithë Shqipërinë ka nevojë për punime civile, për mbrojtje nga përmbytjet, mbrojtje nga lumenjt. Profesor, ne kemi diskutuar së bashku edhe çmimet e larta të karburanteve dhe do doja shumë të kuptonim diçka më tepër si konsumator në këtë vend, pse çmimet e produkteve të shportës, për shembull, ne i kemi edhe më të larta çmimet se në vendet e Bashkimit Evropian. Çfarë ndikon? Në lidhje me çmimin e karburanteve, e kemi shpjeguar. Të paktën e kam shpjeguar është akciza. Po në rastin e çmimeve të produkteve të shportës. Nëse hiqet akciza, shiko si është puna e akcizës. Nëse karburanti blihet në tregun ndërkombëtar me, të themi, me 70 lekë. Akciza automatikisht e çon çmimin e karburantit në 100 lekë. Fut edhe TVSH-n,
20 lek, vajti çmimi i karburantit 120 lek pa u fut akoma në territorin e Shqipërisë. Akoma të ato depot e karburantit që janë në kufi, në Porto Romano, ku janë. Derisa shkon pastaj te pika e karburantit që ne e blejmë, shkon 175 lek. Vetëm akciza e çon çmimin 30 deri në 40 lek. Ky është problemi i Shqipërisë. Në lidhje me karburantet. Që karburantet janë gjaku i ekonomisë. Po s'pati transport, nuk lëvizjen produktet, njerëzit, shërbimet, mallat, kapitali. Po, nëse tek nafta ndikon akcizat e produktet e shportës, çfarë ndikon, profesor, që kemi? Po ka kërkesë lartë për ushqime, mëse nuk prodhojmë. Shqipëria nuk prodhon grur, misër, oriz, sheqer, gjallë, vaj vegetal, qumësh, edhe qumëshi që prodhojmë lënda parë vjen nga jashtë. Tonelata qumësh. Është përgjysmu numri lopëve. Ja të them unë tani. Në vitin 1991 kishim 3 milion dele. Tani kemi 700.000 dele. Në vitin 1991 kishim 2.700.000 dhi. Tani kemi 700.000 dhi. Në vitin 1991 kishim gati 800.000 lopë. Tani kemi 200.000 lopë. Pse? Se ato gratë e fshatit i shumë që të punojnë të industria fason. Kishim 21.000 mjete të mekanikës bujësore në vitin 2002-2003. Ndërsa tani kemi gjysmën e mjeteve të mekanikës bujësore dhe edhe mjetet e mekanikës bujësore që janë aktualisht janë të amortizuara. Çfarë bujësie do ti? Kemi trashëguam 700.000 hektar tokë nga regjimi i kaluar, mbjellim vetëm 400.000. Këtë 300.000 ishin tjetër, ot nuk e mbjellim, e kemi bërë pallate, e kemi bërë vila në përfshatra, kemi shkatruar tokën bujësore. Edhe vilat e kullat e pallatet i kemi bërë mbi kanalet Ujitse dhe Kulluse. Dakor, po ajo shampoja që përmendët ju pak më parë që në një vend Bashkimit Evropian kushton 5 euro, këtu kushton 8 euro, 10 euro. Pse? Po, ka kërkesë me zë, ka kërkesë. Pra është kërkesa, thoni juve, që ndikon në çmimin e produktit, që ne këtu ta kemi disa fish më të lartë. Ka kërkesë dhe ka dhe një gjë tjetër, që këtu pjesa më e madhe e ekonomisë shqiptare është monopol dhe oligopol. Pjesën më të madhe të importeve ushqimore e kontrollojnë 4-5 kompani, të cilat e caktojnë vetë çmimin. Çështja këtu në Shqipëri është se këta njerëz në vend syve kanë dollar, në vend syve kanë euro. Nuk ka logjik tregu. Në Shqipëri nuk funksionon kërkesa dhe oferta në aspektin e thjeshtë fjalës. Për produkte, kemi këtë, t'ja vëmë kaj çmimin se e duan këta patjetër edhe ta hanë. Ju përmendët sportin. Më thoni ju cili nga shqiptarët e di se cilat janë produktet që janë sport? Më thoni një shqiptar që e di se cilat janë produktet e sportës. Askush nuk e di kush janë produktet e sportës. Edhe si bëhen llogarit, kush është sporta e sa del sporta e po diun. Edhe nëse ka dikush aty te Instituti i Statistikave, e mban për vete, e mban të fshehur, se ka frikë se mos ja heq kokën kryeministrit. E heq nga puna. Po kush janë pra, profesor, për ata që nuk e din? Dhe ata në instat nuk flasin dot se i heq kokën kryeministrit. Ka një listë të produkteve të sportës kur ka qenë qeveria Meksi, me 44 produkte. Këto vaj, sheqeri, këto përditshmet. Po. U bë një tentativë që këto produkte të sportit i çonin diku te 86-87. Kjo u lan mes si ide, nuk e di pse nuk u vazhdua. Para 3 muajsh, mbas një 2 intervistash që bëra në televizion, kam përshtypjen se ka qenë dhe një intervistë me ju në atë kohë. Doli një zonjë nga qeveria, tha i kemi dhënë urdhër instatit tha që të kontrolloj tha produktet e shportës. Tha edhe në shport tha, përveç produkteve të shportës fillestare 82 tha, kemi vënë ca produkte tjera të cilat duhet kontrollohen. Cili është rezultati? Ja i pas ke dhënë urdhër instatit që të ndjeki çmimet. Cili është rezultati? Rezultati duhet jetë rritje pagave, rritje pensioneve. Ose ti marrësh përvesh i këta që i sjellin këto produkte dhe ti thosh sa e ke bler të produkta ndaj më tan? Edhe sa po e shet, se po e shumëzon me 10. Tani plusi cilësia e produkteve që në Shqipëri nuk është njësoj si me cilësinë e produkteve në Evropë. Është më e ulët. Unë mora rastin e shampos. Shampo është ajo në Evropë, 4 euro. Po të lanë, mban erë të mirë, ka dhe mikroelemente për lëkurën.
Ndërsa në Shqipëri është thjesht shampo. Thjesht bën shkum. Edhe është 6 euro. E kuptoni diferencën? Unë mora shampon. Po gjithë produktet po të shkosh në supermarket. Shampon mund të shkojmë ta blejmë edhe në një nga vendet e BE-s, po për shembull ajrit, ujit, si t'ja bëjmë që nuk i importojmë dot që andej, profesor. Po mirë, pse shteti fle kur shporta shtrenjtohet, kur çmimet shtrenjtohen, kur taksat shtrenjtohen, edhe për cilin shteti ke fjalën? Pensionistët indeksohen, rrogat vend numëro e tjerë. Për cilin shteti ke fjalën zë? Për këtë që protestohet sot kundër tyre. Ky është një shtet që mendon vetëm për një 100-200 persona, që janë aty lart në qiell, që nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh këtu poshtë te ne. Sepse po ta kuptonin çan po ndodh këtu poshtë te ne, nuk kishin nevojë njerëzit që të dilnin aty në bulevard protestonin. Kjo është arsyeja që dalin njerëzit aty në bulevard, se ju ka ardhur shpirti i majdondës. Me probleme, a dini ju që një gazetë zvicerane që ka shkruar para një 2-3 vjetësh? Ka shkruar disa artikuj për Shqipërinë, ndër të cilët mua 2 artikuj më kanë ngelur në mendje. Në njërin nga artikujt thoshte që në Shqipëri qytetarët e kanë jetesën shumë të vështirë, sepse përballen me probleme nga më të çuditshme, dhe në Shqipëri komplikacionet e jetës janë shumë të larta në krahasim me Evropën. Është vendi që jeta është më e komplikuar në Evropë, nga problemet shumëta që dalin çdo ditë. Dhe e dyta, një artikull tjetër thoshte që në Shqipëri është shumë vështirë të jesh i ndershëm. A e kuptoni se çfarë do thotë kur shkruan një gazetë evropiane që në Shqipëri është shumë e vështirë të jetosh i ndershëm? Çfarë do të thotë? Çdo qytetar i ndershëm që na dëgjon tani pohon, se pjesa tjetër nuk e di pastaj çfarë qasje ka. Në Shqipëri është shumë e vështirë të jesh i ndershëm, sepse nuk mund të bësh asgjë pa i futur lek në xhep atit që punon aty në administratën publike. Është mbush administrata publike me 200.000 persona. Në një kohë që Shqipëria, edhe kur ishte 3 milionë gjys banor, qeverisej duhet qeverisej me 86.000 persona. Tani jemi 2.400.000. Tani duhet qeverisemi me 60.000 persona. Në pushtetin qendron, pushtetin lokal. Pse janë 200.000 persona në punë? Apo që të bëjnë 800.000 vota. Votat me të cilat ai mburet se ka pushtetin. Ato vota që mezi bëri 24% popullsisë që të dilte në votim. Ato vota që mezi bëri 11% që dolën njerëzit për votuar në pushtetin lokal. Ka 60 e ca bashki i mban me 11% votave. Dhe pastaj normal që të dalin njerëzit në rrugë. Pastaj të mos shkojmë pastaj të flasim në detaje për strehimin social, për transportin publik, etj, infrastruktura arsimore, institucionet shëndetësore, etj. Kjo është problematika. E cila pastaj na sjell to çmime që kemi. Një transport publik për shembull Ceko që funksionon kaq e krasitur sa duket inekzistente, flasim për turizmin, ndërkohë që transportin publik e kemi të cunguar me orare të cunguara. Ai zbret në aeroportin e Rinasit edhe është i detyruar të marrë taksi. Se s'ka transport publik. As autobusa, as trena, as i gjë. As për të ardhur në Tiranë, jo më për të ikur në qytete të tjera të Shqipërisë. Po në Tiranë edhe sa jo e ndisi, po në qytetet të tjera është se e pamundur. Ato po them, është e pa. Nuk e di ku e gjejnë kurajon për të folur për turistët, ne po flasim për turistët, po ky është problem edhe për qytetarët shqiptarë. Po tani turizmi në vendin tënd thonë. Turizmi s'ka vetëm për transportin, është problemi i ujit. Në zonën e Durrësit, zonën e Golemit, ato ka apartamente pallate që nuk kanë ujë të pishëm, sepse nuk funksionojnë sistemet e ujësillës kanalizimit. Jo më larg, marrim këtu Durrësin, 40 km larg. Edhe në qytetet e tjera, njerëzit detyrohen të blejnë shishe ujë në supermarket.
Dhe për më tepër Ceko mburren për numrin e turistëve, nëse janë të gjithë turistë ato që shënojnë hyrje daljet në Shqipëri, ndërkohë që kemi një pjesë të konsiderueshme të popullsisë shqiptare që nuk bëjnë dot pushime 2, 3 apo 5 ditë në vit, qoftë edhe brenda vendit. Të paktën pensionistët, njerëzit që janë me mbështetje sociale, që janë gati 800.000 persona. Dhe ata me paga minimale, Ceko. Sa nuk e kanë mundësinë kur në jetë që të bëjnë pushime dinjitoze. Se shiko, mund të ikësh edhe me bicikletë në Durrës, iket edhe me bicikletë, edhe merr bukë me vete. Po ai nuk është turizëm. Ose ble byrek aty. Tani, t'jeni koshient. Pra të fjeturit 2, 3 ose 5 ditë jashtë shtëpisë. Për pjesën më të madhe të popullsisë, të paktën për 35-40% të popullsisë është e papërballueshme kjo. Ceko, problemet janë të shumta, unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë së bashku. Qytetarët e dinë e prekin çdo ditë, por mendimi i një eksperti, specialisti... Po, shumë e drejtë është, po në momentin që juve e hidhni video në Facebook, sulen me qindra patronazhistë që bëjnë komente nga më të çuditshmet për fjalët që themi ne nëpër emisione. Dhe janë pikërisht ta patronazhistë që mezi presin që të marrin rrogën në fund muajit, që pastaj mezi të kalojnë muajin tjetër. Unë 20 e kusur vite nuk jam kuriozuar kur dhe nuk kam ndaluar kur t'i marr seriozisht. Jo, asu nuk i marr seriozisht. Shihlet bjeri, ne kemi punën tonë. Por më vjen keq për këta persona, të cilët kanë rënë pre e një rrethi ficioz të rrogës së qelbur që marrin në administratën publike dhe vjellin ha diku një luk çorp prisho dhe vjell gjithë jetën. E mbani mend atë? Patjetër. Te ai filmi i famshëm. Kjo është ajo. Këtë po bëjnë patronazhistët sot. Këtë po bëjnë pjesa më e madhe punësit të administratës publike sot. Me të vërtetën e kemi me ndërgjegjjen tonë më së pari dhe me gjithë ata që na ndjekin nga ekrani, janë kthyer në lëpirës klasik të fund shpinës kryeministrit. Le të vijojnë në punën e tyre. Ne vijojmë punën tonë. Faleminderit edhe një herë. Ditën e mirë. Ju falenderojmë edhe ju, zonja dhe zotërin që na ndoqët.